Kush shkakton aksidente paguan më shumë siguracion. Të gjithë ata që kanë bërë shkelje të qarkullimit rrugor gjatë vitit 2025, vitin e ardhshëm do të paguajnë më shumë për sigurimin e automjetit. Gjithçka do të përcaktohet në bazë të një sistemi digjital që do të bëjë llogaritjen e primit dhe vlerën e shtuar për shkak të shkeljeve. Kjo do të funksionojë për 2026-ën e në vazhdim, ku është marrë databezi vetëm për 2025-ën. Pra ata që kanë bërë aksidente në 2025-ën do të kenë atë shtesën që parashikon ligji, ndërsa të tjerët që nuk kanë bërë aksidente dhe nuk kanë shkaktuar probleme do e paguajnë të plot. Ai që nuk ka bërë asnjë shkelje do të paguajë policën e plot që shënon kompania, u shpreh Gëzim Hoxha, specialist i sigurisë rrugore. Por sistemi bonus malus shpërblen edhe ata drejtues mjetësh që nuk kanë shkaktuar asnjë dëm në rrugë. Por kjo do të nisë pas vitit 2027, ku prej 3 vite do të shihet historiku i drejtuesit të mjetit në rrugë. Në 2027-ën të gjithë fitojnë bonus ata që nuk kanë shkaktuar aksidente, thot Hoxha. Ekspertë të sigurisë rrugore thonë se ky sistem bonus malus për sigurimin e mjeteve do të ndikojë edhe në uljen e aksidenteve rrugore në rrugë. Do të rritet shkalla e përgjegjësisë dhe ndikon më mirë në aksidente rrugore, tha eksperti. Aksidente rrugore në Shqipëri vijojnë të marrin jetë njerëzish. Në 91.2% të rasteve ato ndodhin si pasojë e sjelljes së drejtuesve të mjeteve.